Një nga pikat kyçe të diskutimit në mbledhjen me grupin parlamentar socialist dhe kabinetin qeveritar që kryeministri Rama mbajti gjatë të shtunës ishte reforma administrativo-territoriale, ku drejtuesi i komisionit posaçëm parlamentar Arbian Mazniku ka zbuluar 4 skenaret e socialistëve për këtë reformë. Skenari i parë është ai bashkive të vogla që bashkohen me fshinjet më të mëdha, i dyti parashikon bashkime të mëdha në shkallën e ish-rretheve. Skenari i tretë forcon rolin e qarkut me zgjedhje të drejtpërdrejta, ndërsa i katërti krijon 4 rajone strategjike. Një nga objektivat kryesore të kësaj reforme nga socialistët thuhet se është bërja e bashkive efikase, kapacitet real për shërbime cilësore, të ardhurat të qëndrueshme dhe investime afatgjata, jo njësi që nuk mbulojnë as kostot operative. Po ashtu me rëndësi është që bashkitë e reja të jenë funksionale në hapësirën e bashkimit evropian, të ruajnë identitetin vendor duke siguruar shërbime për qytetarët pavarësisht vendbanimit. Skenari 1. Konsolidimi funksional. Bashkitë e vogla bashkohen me fqinjet më të forta. Qarqet mbeten si nivel koordinues. Avantazhi: zbatimi shpejt me kosto të ulët politike dhe pa ndryshim kushtetues. Rreziku: mungon niveli strategjik ndërbashkiak dhe përputhja me kërkesat e BE-s mbetet e kufizuar. Skenari 2. Konsolidim dhe decentralizim. Bashkitë të mëdha në shkallën e ish-rretheve si nivel ekzekutiv kryesor, ndërsa ish-bashkitë aktuale marrin statusin e qytetit me kryetar e këshill të zgjedhur drejt për drejt. Avantazhi: 2 nivele me legjitimitet demokratik të dyfisht dhe efikasitet i lartë në shërbimet komplekse. Rreziku: konsolidimi kërkon ndryshim të madh kufish dhe transferim masiv të stafit, aseteve dhe sistemeve. Skenari 3. Forcimi i qarkut. Ruhen të gjitha bashkitë dhe qarqet, por qarku transformohet nga nivel koordinues në nivel ekzekutiv real me zgjedhje të drejtpërdrejt. Funksionet ndahen sipas natyrës së tyre, jo sipas madhësisë së bashkisë. Avantazhi: nuk ndryshon asnjë kufi, shmang tensionin territorial dhe ka precedent të fortë europian. Rreziku: kapacitetet aktuale të qarqeve janë shumë të ulta dhe ekziston rreziku që qarku të jetë më i dobët se bashkia që zëvendëson. Skenari 4. Rajonet strategjike. Bashkitë shumë të vogla konsolidohen lehtësisht, qarqet thjeshtëzohen dhe shtohen 4 rajone strategjike për planifikimin afatgjat, infrastrukturën e rëndësishme dhe fondet e BE-s. Avantazhi: përputhja më e lartë me kërkesat në UTS 2 të BE-s dhe kapacitet për projekte madhore. Rreziku: 3 nivele qeverisjeje rrisin burokracinë, ndërsa rajonet e reja kanë legjitimitet të dobët demokratik për shkak të zgjedhjes së tërthortë. Asnjë skenar nuk është prezantuar si zgjedhje përfundimtare, ndërsa grupi socialisti është bërë me dije se procesi do të kalojë nëpër konsultime publike, dëgjesa në territor dhe një dokument politik përpara se të arrihet tek paketa ligjore. Majoranca dhe opozita e kanë gjetur dakordsinë dhe janë ulur në tryezën e përbashkët për reformën administrativo-territoriale, por propozimet e dy kampeve politike duket se do të jenë të ndryshme, pasi socialistët më së shumti ngulmojnë tek reduktimi i numrit të bashkive, ndërsa demokratët tek shtimi i tyre. Në fund, do të mbetet për tu parë cili do të jetë skenari që do të dalë fitues, pasi Shqipëria tashmë me shumë gjasa do të ketë një tjetër përballje për ndryshimin e fortë të ndarjes territoriale.